Selam aleikum. A është gjunah me ja kërku Zotit vdekjen? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nuk bën që njeriu me kërku vdekjen për një situatë të vështirë që po kalon. Ndodh që gjithë mund të kemi vështirësi të ndryshme. Dikush mund të ketë vështirësi ekonomike, dikush tjetër has probleme, dikush i ndron jetë. Pra probleme të ndryshme. Ajo që unë mund të këshilloj është mund të bësh një lutje që e ka pas bo profeti alayhis salam. Ku thoshte Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalq ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafah khayran li. O Allah, me diturin tënde për të fshehtën, me fuqin tënde mbi krijesat, ma mundëso të jetoj, pa përderisa e di që jeta është e mirë për mu, dhe ma mundëso të ndroj jetë nëse pra vdekja është e mirë për mu. Këtë lutje mund të bësh, por unë të këshilloj që të kish besim të fortë tek Allahu i lartësuar, të shpresosh shumë tek Zoti i gjatësisë. Dhe dije se Allahu i lartësuar thot në Kur'an, inna ma'al usri yusra, me të vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Profeti alayhis salam thot në një hadith, çlirimi vjen me vështirësi. Kështu që ki shpresë tek Allahu i lartësuar. Kur mos e humb shpresën tek Zoti i gjatësisë, sado situatë vështirë të kalosh. Kjo jetë e tillë është kalimtare. Pas kësaj vështirësie, Allahu i lartësuar ka për të ta lehtësu. Dhe dije çdo sprovë që kalon, çdo vështirësi që kalon, për besimtarin është mirësi. Ose Zoti i gjatësisë t'i fal gjunafet, mëkatet, pra për shkak të durimit që ti bën, shpresën që ke tek Zoti i gjatësisë, besimin që ke tek Allahu i lartësuar, tregosh falenderues ndaj Zotit të gjatësisë, ose Zoti i gjatësisë të ngrenë grada të larta pra në xhennet. Ki shpresë tek Allahu i lartësuar, ki besim të fortë tek Zoti i gjatësisë, elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj të kesh jetë të gjatë, të lumtur dhe me vepra të mira.